Sot ndodhemi në bibliotekën e Sellës, këtu në Espo. Këtu do të flasim me një shqiptar nga Kosova. Ai është Gani Neziri, i cili prej vitit 2004 punon dhe kontribon në këtë bibliotekë. Me të do të flasim rreth punës në bibliotekë, angazhimit të tij, si dhe kontributit të tij të madh gjatë gjithë këtyre viteve për ruajtjen e gjuhës, identitetit dhe kulturës shqiptare, këtu në Finland. Finlanda është një shtet që me një fjalë i njeh drejtat e gjithë dhe i njeh, edhe do me thonë është fati madh që unë shkollën e kom pas kryer në Kosovë, kanë njohë shkollën e lartë që kom pas prej atje, do me thonë edhe në bazë të asajna që kom qenë unë atje në arsim, kom punu, ta fati ka dashur që nuk më ka detyru me shkull me punu dikun tjetër, por ma kanë gjedhë venet që i kom pas të preferu me unë, bibliotekat, shtëpiat e kulturës edhe 22 vjetë jam në bibliotekë. Përveç punës që shërbys, do me thonë, në huazimin e libra, biblioteka në Finland sot kryen edhe shumë angazhime tjera. Me kanë për popullin finlandez edhe shtëpi e ditës që i thonë ta, përveç një huazimi, do me thonë, të librave, kthimit edhe huazimit, bën edhe shumë aktivitete tjera. Mirë, por është një fat i madh që finlandez kanë një kulturë shumë të lartë bibliotekave në përgjithësi, edhe të shpresojmë që edhe na shqiptarë dal nga dal do ecim përpara. Sa më shumë ndërtojmë shkolla, na vyn burgje më pak. Unë e këtë thonë një përdorë shumë herë kur prezentoj tujve, se vinë delegacionet shumë tuja vinë tu, dhe normal që i prezentojnë edhe si shqiptari i Kosovës, edhe i prezentoj thonjët shqiptare. Mirë, po finlandezët punojnë ta mund si stojmë na me thonë, sa më shumë të ndërtojmë shkolla, na vynë më pak burgje, këta do me thonë kanë shkollimin shumë të lartë, bibliotekat, në për bibliotekat do me thonë paralelet e ndame të fëmijëve, të rinis, të rrituneve. Prej 2004-ës ne shqiptarë, 2 herë në vit, edhe mrena kohës kemi organizuar, shqiptare po thomë, po organizojnë edhe popull tjerë. Gjitha komësit ju jep mundësi me organizu këtu. Mirë po si shqiptarë na gjithmonë kur dhomë, vinë me shumit shumë të madhe, vinë edhe që, në me thonë mu si shqiptarë më knaqë kur vinë të fundit kur ishen për shambull, dhe disa knaqësi është kur vinë, qëfar programe është mija. Qysh në fillim kur kemi fillu, punëtorët, kolegët, finlandezët, gjithmonë thëshin asë për i morëm vesh Shqip, po na për i morëm vesh fëmin shqiptarë kur po rrinë aq entuziasm me vesh kombëtarët dhe ke po doken që po fluturojnë dhe se na vesh s'pi morëm dhe ke po gjuhën e trupit pja morëm vesh sa të kënaqën po janë me ato. Fillim më konë pak ma vështirë, ka pas ma pak, edhe u dash na vetë më gjinë më azi, mirë po ta shënar shumë mësues, po organizohen mësues, po në gjithmonë e përkraj bashkëpunimin me zveti, se gjithmonë kur është bashkëpunimi, aja është një vlerë shumë e madhe që ndikon edhe të na për shembull ndrujtjen edhe të fëmija e kulturës shqiptare. Tash unë me të përmend disa raste sa janë edhe fëmijë shqiptar, edhe prind, nuk thonë veç fëmijë, se do të thonë fëmia varet edukatën prej prindit. Fëmijët shqiptar, normal që prindi mësuesi ato krejt, ju kanë tregu për fytyrat eminente, edhe në shkollë i kanë qitë një ditë fytyrat eminente shqiptare, duke filluar nga pej kona më të vjetra, Skënderbeu, në krejt e kanë përfshirë 9 rezin ato. Ato e rastit kanë ndodhë, edhe u shku në indian që ka punë ato, edhe u hi, e i ka këshyrë ato fotografit, i ka këshyrë ato, ka thonë, i kanë të regu fëmija, qka e në ta, i kanë thonë këto e në tyrat eminente shqiptare. Thotë nëna Terezë, thotë është e jona. Thanë, jo, për nën Terezë mund është me lexu pak ma shumë, se ajo është e lindme në kryqitetin shqiptar në vilajetin e kohës Turqisë. Ata e kanë lexu dhe kanë thonë merre lexo pak ma shumë, edhe e dim kush është, kupton kush është nën Tereza. Makrenari nuk ka se fëmia kur dim me t'i mbrojt figurat kombëtare që janë të rëndësishme për popullin shqiptar. Zotri Gani ju na tregoj se kush është shkrimtari shqiptar të cilit i janë përkthyer libra të gjuhën finlandeze dhe a ka shkrimtar shqiptar që shkruajnë në finlandisht. Shkrimtar shqiptar, drejtëm në thonë përderisa sa e di, dhe i tash vetëm
Ismail Kadare, që e një bota Ismail Kadare, shkrimtarëve shqiptarë që kemi në Finlandë, kemi Pajtim Statovcin, që është dhe fitus, ty në shpërblimeve për krimtarin në Finlandë, me thonë librat e tyre. Ka ndodhur shpesh herë për një libër du të me prit 2-3 muaj ditë. Është një ren, do me thonë, për librën Pajtim Statovcin, a reni për me prit o kanë deri 1000 persona. Gjithmonë shqiptarët kërkojnë edhe romane edhe librat përgjithshme, po nga ndodhë rastin do njerë edhe me kërku libra historike, që edhe shqiptarët kanë bo shoqëri me finlandesët, do me thonë me argumentu ato, ku jem në shqiptarët me histori, vujtjet ato krejt, do me thonë gjitha e në ato. Mojmë ato orët historike, letrare, për shembull, kem pasë, edhe na shqiptarët kem pasë kur tjerë të mbrëmje letrare, ato krejtë, më thonë qka t'jep mundësit për gjitha këto. Tash unë merrna për shembull këto si në këtë paralelen me tri ku jam, unë edhe me SHA për shembull me tri organizojmë SHA, edhe rregullisht organizojmë turnire të shahut, domethënë. Në pyetjen time se nëse do të përzgjedhte një libër që përfaqëson kombin shqiptar në një rast finlandez, cili do të ishte? Po, shqyqoni tash, libra ka shumë. Mirë po në këtë rast me luftën e fundit edhe me çështjen e Ahtisarit, për shembull që lidhet shumë, edhe me punën që e ka bo, une edhe librën e Nysret Planës, do me thonë doktori e kem që na ka dhuruaj, ja u prezentoj finlandezve gjithmonë, mu pa, do me thonë, aj terrori ndaj shqiptarëve që ka ndodhë në Kosovë, do me thonë, vitet 90-ta, do me thonë, kjo është një shekull në kohën e fundit, me ndodhë një terror i tillë ndaj një populli në Evropë, ajo është punë e madhe, unë gjithmonë ja u prezentoj. To me gjithë se ka dhe libra tjera, për shembull që i prezentojmë finlandez, se finlandez tash t'ju mësu gjitha kanë prodhe në Finlandën, e kum gjetë librën e Dydur Ramit, bje fjala. Mas e kumë prezentu librën e Dydur Ramit, u lexu 5 vjetë regullisht. Edhe kjo, vazhdimisht lexohet, që nashta nuk shpesh fletoj krejt, se fotografit që janë nuk janë edhe për shtashme, për ata, veç çdo njoni që e shef këto, do me thonë, është në 7 gjuhë, libra e saj, do me thonë, i pasqyron tamam ato luftën e fundit në Kosovë që ka ndodhur ndaj shqiptarëve në Kosovë. Në gjithë këto vite kontribut në bibliotekën e Espos, veçanërisht për fëmijët dhe të rinjët me prejardhje jashtë Finlandës, Zotri Ganiu është vlerësuar nga presidenti finlandez me çmimin presidencial Trëndafili i bardhë finlandez. Biblioteka në Finlandë nuk është vetëm një vend librash, por një hapësirë takimi, mësimi edhe ruajtje kulture. Për komunitetin shqiptar, ajo është një mundësi për të ruajtur gjuhën, për të integruar dhe për të qëndruar të lidhur me librin dhe dijen.